Nuk e di, do organizoni ju shqiptarët atje që ti shikoni ndeshjet si shqiptar, ti tregoni pak edhe atyre në Amerikë se si Patjetër që si shijohet futbolli. Patjetër që do bëhen organizime dhe shqiptarët janë të veçantë në organizimet që bëjnë, sidomos për ne, për njëri tjetrin, për të bërë bashkë me njëri tjetrin e për ta enjoyuar sportin e futbollit që e dashurojmë si shqiptar që jemi. Por edhe amerikanët e bëjnë të njëjtën gjë, siç po e bëjnë tani për finalen e NBA-t për Knicks, që mblidhen fan zona edhe ja kalojnë shumë mirë dhe krijohet një atmosferë shumë e mirë. Valdrin, doja të pyesja edhe diçka të shkurtër, ndoshta që mos të marrim edhe shumë kohë. Me kë je tifoz dhe kush mendon se do e fitoj, sepse janë dy gjëra të ndryshme. Unë tifoz jam me Hollandën, por kësaj radhe do doja shumë që ta fitonte Portugalia edhe Cristiano Ronaldo të fitonte një botëror që besoj se është lojtari i vetëm që e meriton më shumë se çdo kush. Nuk e shikon Holandën duke qenë se jeni tifoz, ndoshta mund bëj një surprizë? Duhet të besojmë te kjo surprizë. E shikoj të vështirë. Por nuk mund të them që nuk do kalojnë grupin edhe nuk do kalojnë çerek finale ose do shkojnë, por është e pamundur për ato që ta fitojnë. Favorite si gjithmonë është Spanja, Franca që kanë ekipe shumë më të mira se sa Hollanda, do thoja. Ta lidhja pak edhe me Shqipërinë, se jemi çik me trafikun keq, me trafikun si keni pas marrëdhëniet këto kohë. Ka pas shumë tifoz apo qytetin e shikon që është i mbi populluar edhe ka më shumë turista se zakonisht, edhe trafiku është shumë i rënduar për të qarkulluar. Do ishte më mirë që të përdorje trenat, që të vizje më shpejt për të vajtë në punë ose për çdo gjë për të bërë. Kështu që ju e keni këtë opsionin për përdor trenat, por ne nuk e kemi. Kemi edhe ne opsione, po jemi opsione. Ne kemi bicikleta. Faleminderit Valdrin për këtë lidhje, për kohën që na dedikove. Të lutem edhe ju uroj shumë fat. Ju uroj shumë fat. Atmosfera që të ngrohet edhe më tepër aty, që të shkri pak ajakulli i New Yorkut, do jemi përsëri në komunikim besoj.